Në Kuvend nisi shqyrtimi për marrëveshjen e huaz direkte midis Shqipërisë dhe SBA-ve për financim të jashtëm ushtarak prej $302 milion. Për ratifikimin me procedurë të përshpejtuar të një marrëveshje huaje mes Republikës Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës përfaqësuara nga Agjencia për Bashkëpunim për Sigurinë e Mbrojtjes në kuadër të financimit jashtëm ushtarak të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zonja e zotrinj, dashur qytetarë shqiptar, kjo është një marrëveshje historike për Shqipërinë. Një marrëveshje me një rëndësi të veçantë për sigurinë kombëtare të vendit, një marrëveshje që konfirmon fuqishëm marrëdhëniet e shkëlqyera të Shqipërisë me aleatin e saj të madh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një marrëveshje që shkon përtej termave financiare. Është një dëshmi konkrete e besimit të Shteteve të Bashkuara që kanë ndaj Shqipërisë dhe rolit gjithnjë më të rëndësishëm që vendi ynë luan për sigurinë euro-atlantike. Nga ana tjetër, Shqipëria jone e përbashkët ka një angazhim të shtuar. Taulant Balla tha se ky financim do të përdoret ekskluzivisht për modernizimin e forcave të armatosura, pajisje dhe shërbime të mbrojtjes sipas standardeve më të larta të NATO-s. Nga këndvështrimi i financave publike, kjo është një marrëveshje ndërtuar mbi parime të plota të përgjegjshmërisë fiskale. Disbursimi realizohet vetëm sipas nevojave konkrete. Fondet përdoren vetëm për qëllimet e miratuara dhe kushtet financiare garantojnë fleksibilitet në administrimin e borxhit publik. Zhurmuesit nuk kanë për të kuptuar kurrë rëndësinë e një marrëveshje të tillë, e cila rikonfirmon se Shqipëria është aleat i besueshëm i Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe një antar i përgjegjshëm i NATO-s.